Publikimi i kontratës së lobimit $6 milion ka shkaktuar tërmet në PD, përveç faktit që ajo u mbajtë fshet, ajo që trondit është shuma. $6 milion është një ndër kontratat më të shtrenjta të deklaruara në Departamentin e Drejtësisë. PD deri më sot nuk ka bërë shumë transparencë mbi financimet, duke deklaruar se janë mbështetje nga patriotët, por dihet se bëhet fjalë për para që del nga familja Berisha, dhe ky nuk është rasti i vetëm. Fëmijët e Berishës kanë hedhur miliona e miliona për të larë mëkatet. Nëse i referohemi dosjes së SPAK mbi privatizimin e ish kompleksit Partizani, na jepen sa të dhëna interesante. Viti 2017 janë dhënë $27.439.98, ka që shpaguar avokati i shkëlqen Berishës në Amerikë, Jason Zollatz në USA. Shumë kjo e pretenduar e dhënë pa interes, sipas vetë deklarimit të djalit të Berishës. Duhet kujtojmë se Shkëlqen Berisha hapi një proces gjyqësor në SBA ndaj Simon & Schuster dhe Guy Lawson, votues dhe autor i librit Qenë të luftës. Ata akuzonin Shkëlqenin si të përfshirë te gërdeci, por ai humbi gjyqin si në shkallë të parë dhe në apel. Gjykata rrëzuan padinë e Shkëlqenit dhe përpasoi edhe kërkesën e tij për një dëmshpërblim prej $60 milion për prishje imazhi. Fakti është se humbsi një gjyqi kudo në botë dhe për më tepër në SBA duhet paguaj të gjitha shpenzimet, që i bie 10% e shumës së kërkuar nga paditësi si shpërblim. Pra, nëse llogariten $600.000 në shkallën e parë dhe 600 në apel, shkojnë tek $1.2 milion, para që nuk dihet a janë dhënë, por janë dhënë dhe në çfarë forme. Viti 2021 janë paguar gjithsej €90.933. Sipas SPAK, €13.288 janë paguar nga Jamarber Maltezi si shpenzime konsulencë avokatie për zyrën ligjore në Francë për çështjen Antony Blinken. Bëhet fjalë për çështjen gjyqësore në gjykatën koreksionale të Parisit, ku në gusht të 2021-shit ish kryeministri Berisha paditi për shpifje sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Ky i fundit në maj të 2021 e shpalli non grata në SBA Berishën dhe familjen e tij, ndërsa pjesa tjetër, shuma prej €6.644, është paguar për Shkëlqen Berishën për të njëjtën çështje. Viti 2022, Argita Maltezi shleu faturat e studios ligjore në Mbretërinë e Bashkuar për baban e saj, i cili u shpall non grata edhe nga Mbretëria e Bashkuar më 19 korrik 2022. SPAK thotë se $72.000 janë faturat e likuiduara për studion ligjore, pagesë konfirmuar edhe sipas konfirmimeve bankare për Zawala & Co Limited. Viti 2023 janë €201.675.6 dhe $54.382.76 të paguara si likuidim të faturave të studios ligjore në Mbretërinë e Bashkuar në lidhje me gjyqin për baban Sali Berisha. Viti 2024 janë paguar €213.590. Fatura këto të paguara nga Argita Maltezi për të likuiduar studion ligjore në UK, Mbretërinë e Bashkuar, në lidhje me gjyqin e nisur nga Sali Berisha. Viti 2025 PD paguan $6 milion për Continental Strategy. Kontrata është për 2 vite dhe PD do të paguajë nga $250.000 në vit. Qëllimi kryesor është të hiqet non grata e Berishës. Burimi i parave është shumë mistik.